Ju në gjatë jeta uroj t'jeni mirë, tunde Mojselinë tunde, të dalnami në katunde. Dosjet e Epstein, burokratët e Brukselit, elitat botërore, politika, geopolitika, Lajçak, ish kryeministri norvegjez, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, vizita në Shqipëri, seks, eros, diplomaci, dialogu Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, vajzat e Malit Zi, Epstein, vajzat shqiptare, politika, diplomacia, lufta në lindjen e mesme. Mos u largoni, do të flasim sonte për një çështje e cila ka të bëjë me botën në cilën jetojmë. Unë nuk kam marrë përsipër t'i bëj moral kërkujt, por unë do ju shpjegoj si bashkombasi juaj, mik i juaj, apo vlla i juaj për disa, mik i juaj, apo si njëri që s'keni asnjë lidhje me të. Biseda e sotme do t'jetë 18+. Nuk do të flas në një gjë të madhe, sigurisht, por me që ju më keni nderu dhe më keni thënë, Kreshnik, ne i shohim bisedat dhe emisionet tuaja bashkë me familjen, atëherë, unë dua t'ju them, ky emision dhe kjo bisedë është pak të ronditse, mund të ketë në një fjalë më tepër, ndaj po e përmend që tani është +18. Sepse burokratët dhe elitat e kësaj bote, këta politikanët e mëdhej, këta diplomatët e mëdhej, po na detyrojnë që t'i bëjmë ca shpjegime. Jo për ta sepse ne kemi ditë se kush janë, por për ju, për njerëzit e thjeshtë, për të gjithë ata të cilët impresionohen nga këto elita. Ne duhet ta dimë atë që po ndodh. Bota po kalon nga rendi i vjetër në një rend të ri botror dhe kanë shpërthyer pusetat. Pusetat kanë shpërthyer në të gjithë planetin, qoftë në rangun gjeopolitik, në rangun politik, në rangun ekonomik, në nivel diplomatik, në nivel gjeopolitik dhe në nivel lufte dhe gjaku. Ndërkohë që Irani dhe lindja e mesme është gati drejt shpërthimit dhe të gjitha gurët e minutave dhe të orëve të fundit po lëvizin me shpejtësi, nga ana tjetër e oqeanit dalin miliona dosje, video, emaile të cilët nxjerrin lakuriq elitat botërore të rendit të vjetër botror. Tashmë do ju shpjegoj çfarë fshihet në kulisa dhe çfarë është i gjithë ky llum dhe çfarë është bërë me vajzat e mrekullueshme shqiptare. Ne e dim që vajzat e mrekullueshme shqiptare, vajzat i kemi të mrekullueshme edhe çunat. Po i kemi të bukura shumë, i kemi të tërheqëse shumë, race bukur, rast tërheqëse. Por janë të sunduar nga disa elita shqiptare, të cilat për të ruajtur pushtetin e tyre këtu bashkëpunojnë me këta kurvarët ndërkombëtar, të cilët ju u ashesin për gjë të madhe. Unë sonte nuk do ju bëj moral. Unë kam hequr dorë së bëri moral, miq, sepse unë nuk jam personi i dur që të bëj moral dhe kjo botë është neveritur tashmë nga morali, moralizmat dhe moralistat. Por ne do t'i themi dy gjëra për vetdijen e popullit ton, vajzave tona të mrekullueshme, të cilat kanë dalë tek dosjet e Epstein dhe të këtyre burokratëve zuzar që e pas kanë patur gjithë kohën mendjen tek kofshët e vajzave tona dhe tek erotika diplomatike me të cilin është zhvilluar dialogu i famshëm Kosovë-Serbi, ku ndërkombëtarët, pala ndërkombëtare, emisari Lajçak, përfaqësuesit e Bruksellit, përfaqësuesit e Evropës, përfaqësuesit e qytetërimit perëndimor e pralla e do krahini, një tufë dhe një grusht perversësh që mendojnë për politik, shesin moral, shesin çështje të mëdha dhe në thelb janë një grusht perversësh që kanë mendjen për kofsh,
për shal, për gjinj, për eros, për verë të mirë, për net të nxehta, për ushqim të mirë, për veshje të mira, për pushime të mira. Nuk po ju bëj moral e përsëris, por unë nuk mundem ta kaloj këtë sikur s'ka ndodhur asgjë. Ju mund të më thoni, po Kreshnik, dreqit të haj në gjithë botën, burrat aty e kanë mendjen. Ndoshta dhe një pjesë e grave që flije, po aty mund ta kenë mendjen. Unë nuk dua të merrem në këtë dimension. Mua nuk më intereson fare niveli i testosteronit tek meshkujt dhe tek diplomatët dhe tek politikanët dhe tek elitat botërore, as niveli i agresivitetit femëror tek femrat dhe tek vajzat e mrekullueshme shqiptare, të cilat kanë qenë objekt bisede të këtyre diplomatëve të mëdhenj, të cilët u ashesin ju hajdutët dhe kurvarët e Tiranës si njerëz shumë të rëndësishëm. Në fakt, ata janë një bunch of liars, pra janë një grusht kurvash të vogla, të pa moralshme, të cilat shesin moral gjithë kohës dhe ju kompleksojnë ju si kur ata kush e dikush janë. Mua kjo pjesë më intereson, nuk më intereson se me kë bëjnë seks ata, nuk më intereson se çfarë jetë bëjnë ata, ne dim edhe ju e dini. Mua nuk më intereson se ai lujti syu një vajze dhe vajzës filloi ju ndezën dritat dhe shkoi me të. Nuk më intereson kjo pjesë. Mua më intereson çfarë po ndodh në makro dhe si ju si popull dhe si kombë duhet të shpëtoni nga kolonializmi moral. Duhet të shpëtoni nga kolonializmi sepse bota po kalon në një epokë të re në të cilën ne duhet jemi gati. Bota po kalon në një moment të ri krejtësisht dhe ne duhet të jemi të përgatitur për të, duke refuzuar me neveri të gjithë të klasë elitash, burokrate, hajdute, kurvare, imorale, të cilat ju shiten ju si njerëz të mëdhej të rëndësishëm dhe të cilat kanë të drejtë të vendosin për fate popujsh dhe kombësh. Ata nuk janë gjë tjetër përveç se ata që i shihni. Shumë prej nesh mund të jenë akoma më imoral se ata. Shumë prej atyre që na dëgjojnë dhe bëjnë shesin moral mund të jenë akoma më të ndyrë se ata. Problemi është, shikoni ndort kujt është bota, shikoni si plasi puseta, shikoni si të marrim masa të gjithë bashkë, vllaznisht, shqiptarisht, miqësisht, dhe të bëjmë gati planin ton, që kur të na përballen sërish të tillë burokrat, të tillë politikan dhe kërkojnë diçka që është ndam të Shqipnisë, ti refuzojmë me neveri, sepse ata janë produkte të pusetave. Kush e plasi pusetën? Duke qenë që rendi i vjetër botëror po zhduket, elitat e majta liberale po marrin goditje shkatërruese nga segmente brenda tyre, të cilat do t'ja qisin namin pusetës deri në fund. Gjitha fekalet e pusetës neoliberale dhe të këtyre burokratëve hajdut dhe kurvar do të plasin dhe do të nxirren nga segmente brenda tyre, të cilët i din pislloqet e tyre dhe që po ripozicionohen për rendin e ri botror, pse duan të ndërtojnë marrëdhënie të re me popujt dhe do t'i shesin dhe do t'i hedhin në kosh të plerave të gjithë ata që nuk flen. Shihni vetëm çfarë thot Epsteini për Lajçak, personi i cili ishte kyç në dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Këta burit e Beogradit në Prishtinë u ashisnin për gjëra të mëdha. Ka thënë zoti Lajçak, ka thënë përfaqësuesi i Perëndimit, ka thënë përfaqësuesi i Bruksellit. A si po guxon ky kurti me i thonë jo? Ha? E kështu me radhë, tyrli lloj hajduti
dhe kurvari që vinë këtu në Tiranë dhe që dalin me deklarata, bëjnë moral për Europën, qytetërimin, diplomacia ndërkombëtare dhe këto, të gjitha një grusht buqesh, meshkuj dhe femra, ata që janë, se ata që janë të ndershëm nuk mund t'i fusim të gjithë me i kallup. Shikoni shkruhet të këdosjet e Epstein. Miro po vjen në Palm Beach, shkruan Lajçakut, i shkruan me përkëdheli Miro. Aq shok e ka, sa që i thot emrin shkurt, Miro, Kreshnik, erdhi Niku, o më Niku, do shifemi në Malzi, jo Kreshnik. Kreshnik thot dikush që ka i lloj respekti protokollar për ty. Kur thot o Niku, ka afrimitet. Kur thot hey Nik, do shifemi Malzi, apo hey Nik, kishte mjelma të mira atje në plazh. Hey Nik, hey Miro, hey Lajçak, kishte mall të mira atje. Kishte gocat mira. Kishte gocat ëmbla. Kishte produkt mirë. Jemi kënaq. Një horr tjetër që vinte këtu në Tiranë dhe ishte takuar aso kohë me parin e Tiranës, aso kohë ishte djathta në pushtet, ishte PD-ja, Bamir Topi president. E mbaj mend që kur pat ardha ai e shisnin atë shqiptarëve këtu, vjen zyrtari i lartë, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Leshit edhe të Preshit, mban fjalim, premtoi për integrimet europiane dhe se Shqipëria duhet bëhet gati që të plotësoj standardet e anusit dhe të fanusit, dhe shqiptarët fukarej mrapa televizionit me telekomanda në duar, rinin duke duruar këta lloj krijesash, të cilat më pas dalin tek dosjet e Epsteinit, dhe pasi mbaron vizitën e tij në Tiranë, i shkru Epsteinit vajzat e mrekullueshme të Tiranës. Pra edhe Tirana kishte mall të mirë. Rrëshqishin sinjala. Tirana, gocat tuaja, gocat tona. Po Kreshnik nuk po bëj moral, unë u thash. Jo, nuk po bëj moral. Po ju tregoj ju kush janë ata që këta horrat e Shqipërisë u ashesin për njerëz shumë të rëndësishëm, ndërkohë që ata janë një grusht kurvarësh, jo të gjithë, të jemi të sigurt, nuk mund të përgjithsojmë, por dosjet tregojnë se në cilin lloj llumi dhe në cilin lloj pusete ka ekzistuar njerëzimi deri më sot. Dhe kush janë këta kokat e mëdha të planetit, të cilat na bëjnë moral. Ku dua të dal unë? Do të dal tani. Përpara disa javësh, kur kemi bërë bisedë me kolonelin, ai ju ka treguar dhe unë ju kemi treguar, të dy bashkë ju kemi treguar, se si elitat e Tiranës, elitat e ndyra anti-shqiptare të Tiranës, përdorin seksin në këmbim të favoreve politike që vinë nga hajdutët dhe elitat botërore, qofshin ato të Brukselit, qoftë dhe më larg se aq. E mbani mend si vinte këtu agenti ish spiuni i FBI Charles McGonigal, i cili u paguante nga taksa paguesit amerikan dhe vinte në Shqipëri, degenerohej me çavijet e safetit të Kuksit dhe armatën e kurvërisë së rilindjes në Tiranë, duke bler seks dhe duke tradhtu interesat amerikane, sa me agent kinez, sa me agent rus, për të asgjësu opozitën në Shqipëri. Unë dua t'ju them me këtë, miqtë e mi,
që ka ardhur koha, ne si kombë dhe ne si popull, të rifitojmë dinjitetin tonë të humbur dhe të shpëtojmë prej shkërdatokracisë ndërkombëtare, kësaj bordelloje të madhe ndërkombëtare burokratësh nga Brukseli e deri në anën tjetër të planetit, të cilët ju shesin në moral. Në fakt, ky është moral kolonialist, sepse ata kur nuk na kanë trajtuar si partner, por na kanë trajtuar si territor. Ata nuk na pan kur si partner, por na pan si territor, na pan si kafsh, na pan si objekt seksi, na pan goca tona që i kemi si yjet. Dhe nuk i kemi vetëm për vete, sigurisht. I kemi për këdo që ato bin dashni dhe duan të martohen. Martohesh edhe me Amerikan, edhe me Gjerman, edhe me Francez, edhe me Italian, me Arab, me Turk, me Kinez, me Rus, me këtë doj zemra aty. Por me dashni. Skema e eskortave për të mbajtur me seks këtë grusht putanash ndërkombëtare që dalin sot të zbuluar tek dosjet e Epsteinit, krye kriminalit më të madh të planetit, i cili ishte një agent i shërbimeve sekrete ndërkombëtare, ja 50 palë shërbime e përdornin, i cili mbante me shantazh seksual burrat dhe kollaret dhe jakat e bardha të planetit. O kreshtik, po ne dim këtë. Ju mund të dini shumë gjëra dhe unë di akoma më shumë se kaq. Nuk i flasim do gjitha, sigurisht, por unë kam detyrë sot bashkë me ty të kuptojmë, ta marrim qeshjen ose dhimbjen që na shkakton kjo ndjenjë e cila përkthehet tek statuset e tyre, tek mesazhet e tyre, tek komunikimet e këtyre bushtrave me krye bushtrën e Epstein. Dhe çfarë thonë? Lajçak thot, organizoi vizitën e Epsteinit në Maltëzi dhe tha se aso kohë Gjukanoviqi mezi e priste. Në fillim të tetorit të atij viti, ai e falenderoi nga Kijevi me mesazhin vetëm për të konfirmuar këtu, miro, se vajzat këtu janë aq të bukura sa gjithmonë. Sigurisht, të komplimentosh vajzat e bukura në një bisedë normale, kjo është normale, sepse edhe mua më kanë ardhur miq nga jashtë, nga çdo cep i botës, dhe më kanë thënë, ç'është kjo racë e bukur? Ç'është kjo racë e mahnitshme? Këtu burra e gra janë aq të bukur, janë krijesa të bukura, janë fytyra të bukura, janë të pashëm, mund të jenë dhe seksi, mund të jenë dhe tërheqës fizikisht, një bisedë. Por, në një komunikim me krye bushtrën e planetit, që mbante peng të gjitha elitat botërore me këto dosje, këto lloj mesazhesh tregojnë se si ata na shohin ne, si shohin gocat tuaja, gocat tona, gocat e kësaj toke, dhe jo vetëm. Na shohin si popull inferior, na shohin si popull rrugeçër që nuk meritojnë, popull fukarej, popull niveli 4, niveli 5, sklevër të lindur, na shohin krijesa inferiore tek të cilat, tek vajzat e të cilave ata mund të hedhin pa mshirë testosteronin që prodhojnë karkalecat dhe vera e shtrenjtë e bordellove të pushtetit në Tiranë, i cili përgatit eskorta për hajdutët imoral të sistemit të vjetër për të blerë pushtet. Dhe jo vetëm aq, këtu në Tiranë sot bëhen studime me njerëz të veçantë, me persona të veçantë nga pushteti i Tiranës për zyrtarët e Brukselit dhe të Parlamentit Evropian, lloj perversi atje, të cilët blihen me seks, blihen me eskorta,
me favore seksuale, blihen edhe me preferenca seksuale, se kanë dhe preferenca të tjera. Disa dun mashkuj, disa dun meshkuj, disa i dun latin, disa i dun të holl, disa i dun të trash, disa i dun të shëndetshëm, disa i dun të dobët, disa dun treshe, disa dun kaçe, disa dun orgjira, dhe i studiojnë me kujdes të imët, vetëm që t'i kënaqin epshet e këtyre hajdutëve dhe të këtyre ndyrësirave në mënyrë që të na sundojnë ne dhe të shkatërrojnë këtë kombë dhe popullin tonë, derisa të na e nxjerrin tymin e zi. Bashkëpunimi i këtyre kuçedrave imorale me këto elitat e Tiranës ka qenë vazhdimisht evident. Dhe sot është dita vëllezërit e mi shqiptar. Dhe ju atje në Kosovë që e morët vesh se me kë shkruhej lajçaku i Europës dhe me kë shkruheshin këta burokrat kurvar, këto ndyrësira hajdute dhe mashtruese të cilat bëjnë pazar në kurrizë të popujve dhe të kombeve për të drejtat e tyre, duke i impresionuar me veshje, me tituj, me kode, me llagap, cilët nuk kanë asnjë lidhje me postin dhe me moralin që shesin. Ky është kolonializmi moral i cili kryhet nëpërmjet këtyre elitave hajdute, të cilave u është hapur puseta, sepse e kanë vendin në koshin e plerave të historisë. Dhe që kjo të mos ndodhet, dhe që kjo të mos ndodh më, ne duhet patjetër të reflektojmë dhe ta grumbullojmë të gjithë gëlbazën tonë të neverisë, të urrejtjes dhe të refuzimit për këtë klasë hajdute ordinere, vendase dhe ndërkombëtare e cila tenton t'ju impresionojë me tituj është përfaqësuar. Emisari i perëndimit, emisari i dialogut Serbi-Kosovë, si be po guxoni me i thonë jo, si be po e refuzoni ju këte. Kuptoni? Këtë e bëjnë bushtrat që sigurojnë eskorta për këta bushtrat e mëdha. Kreshnik je duke folur pak ashpër, nuk ka më kohë. Nuk ka më kohë me fol. Goca tuaja, kjo është maja e icebergut. Po mirë bëjnë gocat qefin e vetë, po bëjnë gocat. Kjo është kategori tjetër, unë nuk e kam për këtë. Unë nuk e kam me kategorinë mirë kanë gocat shkojnë bëjnë eskorta në Dubai, edhe bëhen eskorta në Europë, edhe vinë këtu i thonë mamit më ka hetë tregtia se po bëj biznes. Unë nuk po flas për qeverinë antikombëtare e cila e ka shndërruar Shqipërinë në qendër prostitucioni përveç se qendër kokaine dhe të krimit organizuar, tek raportet e Washingtonit e keni edhe të Brukselit. Përveç se qendër e kokainës dhe trafikut dhe krimit organizuar dhe lavatriçe pastrimi parash, Shqipëria është një qendër rajonale e prostitucionit ndërkombëtar. Dhe kjo është arsyeja pse ju thonë kanë ardhur 10 milion turistë. Këtu vinë nga Azia qendrore, nga Azia e largët, nga Europa dhe nga të gjitha grupe vajzash dhe të rejash dhe të rinj, të cilët vinë këtu për të ushtruar prostitucion, për të ushtruar seks nëpërmjet atyre që quhen Airbnb. E di mirë e di Rama se çfarë po i them. Dhe jo vetëm unë, jeni dhe ju, shumë prej jush, ata të cilët në shumë raste dhe në shumë pallate në Tiranë nuk arrini të flini gjumë natën, sepse deri në 4 të mëngjesit ka ofshama erotike ke komshiu. Këto studiot që janë dhënë mbi Airbnb. Ulërima, britma, sikur je duke pa filma pornografik gjithkohës, sidomos në verë. Ky është një tjetër dimension. Shqipëria është qendër e prostitucionit ndërkombëtar dhe ballkanik. Po kjo është histori krejt tjetër. Historia
e atyre që e kanë standard morali shkon Dubai, ushqeuni me asoj, me ashqitje në pjatë, ushqeuni me perversitet, dhe hajdeni këtu, bleni bencat fundit edhe blini shtëpi në Rolling Hills edhe në Lake View në Tiranë edhe dilni pastaj në Instagram tregoni se sa të suksesshme jeni. Këtë e di shqiptarë se çka kanë hëngër atje në Dubai, apo ne në Europë që shkojnë. Se nuk del llogaria. Bësh biznes Shqipëri e të shkosh 5 herë në javë në Europë, gjithë ditën majt aeroplanëve dhe gjithë ditën në majt hoteleve të super luksit, pa punuar si ditë. E ke qitë defterin pazar, po defteri jote është puna jote, ti mund ta shesësh ku dush. Unë kam hallin e moralit diplomatik dhe të moralit politik botëror për çështjen dhe për kauzën e kombit dhe të shtetit tim. Çfarë bëjmë thirrje sot? Thirrja është mos u impresiononi nga këta hajdutët, sepse e shihni kush janë. Mos u impresiononi nga këta diplomatët dhe zyrtarët e huaj ndërkombëtar, sepse ju shohin nga kofshat e fëmijëve tuaj dhe të gocave tuaja e poshtë, pastaj ju shohin si njerëz, mbasi shkarkojnë testosteronin, bëjnë edhe ndonjë muhabet tjetër për çështjet e të ardhmes europiane dhe euroatlantike të kombit. Kur një burokrat i huaj ju e sheh një vend si të rehatshëm, ai nuk është duke folur për institucione, por është duke folur për mungesën e rezistencës morale, dhe kjo është ajo që na mungon ne si kombë. Seksualiteti si instrument pushteti është një dimension tashmë global, miqtani. Dhe nuk është vetëm një thashethem shqiptar, apo një thashethem ordiner tek dosjet e kriminalit Epstein. Ju e dini që nga Roma e lashtë tek perandoritë e vjetra e deri tek shërbimet moderne sekrete, pushteti dhe seksualiteti ka qenë gjithmonë instrument për pushtet. Apo për kontrollin e pushtetit, apo për të blerë pushtet. Por, sot, ky pushtet, kompromisi personal, sot është i barabartë me levën politike. Sepse, sot, miqtë e mi, seksi nuk është epsh, por është kontroll, dhe kjo është ajo që unë po analizoj. Prandaj ju thash në fillim, tunde moj Selinë tunde, të dal nami në katunde. Prandaj ju thash në fillim, unë nuk po merrem me dimensionin moral. Në këtë moral, në këtë moment, në këtë stil, në këtë sjellje, seksi nuk është më ushtrim i testosteronit as epsh erotik, por është kontroll politik i cili kontrollon fate popujsh dhe kombësh. Dhe kjo është ajo që mua më intereson. Pjesën tjetër nuk më intereson mua se prostitucioni ka qenë, është dhe do të jetë derisa të ketë jetë sipër tokës. Ka qenë, është dhe do të jetë sa të ketë madh. Madje aty ku shitet moral më shumë, ka frustrim më të madh seksual dhe aty perversiteti është i niveleve më të larta. Kjo është temë tjetër. Sa më shumë të ulërihet moral dhe antiseksualiteti, aq më tepër aty ka frustrim seksual dhe perversitet i cili është i fshehur dhe i maskuar shumë. Kjo është temë tjetër, nuk është pjesë e jote. Pra, elitat, miq të dashur, nuk bien nga skandalet. Bien kur mbahen peng me shantazh seksual. Shqipëria, Kosova jonë e dashur, janë trajtuar si zona ngri nga këto burokrat, të cilët ju i shihni tek dosjet më të pista. Pse? Shqipëria ka qenë bashkë me Kosovën një zonë ngri, dhe këtu kur them, po flas për Shqipërinë, jo për popullin. Populli ynë ka të mirat dhe të këqijat e tij si çdo popull tjetër i botës. Por unë po flas për Shqipërinë. Shtet i dobët do të thot elitë e ekspozuar. Politikan pa ideologji do të thot politikan të blerë. Dhe kur s'ke bosht moral,
çdo kompromis duket normal. Dhe kjo është arsyeja e plagëve tona dhe arsyeja e zhdukjes së këtij kombi, nëse nuk do t'i ndalojmë të grusht i moralësh që na kontrollojnë vendin. Pra, problemi i Shqipërisë, miqtë e mi të dashur, nuk është bukuria e vajzave tona si drita, si ylli. Problemi është pazari i elitave kurvare, ndërkombëtare, të cilat vinë dhe shantazhohen, bëhen të kapshëm për arsye të shfryrjeve dhe shpërthimeve të tyre seksuale dhe shesin më pas fatet tona në lojën e madhe të kombeve. Pse dorëzohen lehtë elitat shqiptare? Sepse elitat shqiptare janë imoral si ata, sepse elitat politike shqiptare kanë kompleks inferioriteti ndaj të huajve, veçanërisht ndaj ndërkombëtarëve, dhe ushqejnë këtë kompleks çdo ditë dhe çdo natë në televizione dhe emisione, dhe ideja, të lutem, merrni aq goca sa të doni, vetëm na pranoni ne si lojtar tek tryezat tuaja. Dhe kur pushteti yt varet nga miratimi i kësaj lloj burokratësh imoral ndërkombëtar, ti nuk je më një lider i popullit tënd, por je administrator i nënshtrimit të popullit tënd. Ndaj morali i dyfisht i këtyre burokratëve imoral, pa hyrë në emra personal, pa hyrë në etiketime fyese, ata flasin për standarde, por praktikojnë hipokrizi, gënjeshtër, mashtrim dhe kurvëri, predikojnë etik, por tolerojnë sjellje kolonialiste, perverse, kontraverse, e shohin periferinë e tyre gjeografike, siç është Shqipëria dhe Kosova, e shohin si laborator moral. Dhe kjo tregon që nuk ka më sot të shenjtë, as Bruksel, as Perëndim, nuk ka më askush të shenjtë. Bëuni gati për rendin e ri botror. Në qoftë se doni të ndërtoni një të ardhme me nder për brezat tuaj të ardhshëm. Qoftë se do të jetoni të rjetën si buburreca, ku mund t'ju shkel çdo lloj take dhe çdo lloj këpuce. Kjo është e lirë, është zgjedhja juaj e lirë, ju mund ta bëni. Pse dalin tani këto? Sepse rendi i vjetër po shëmbet dhe do të shëmbet shpejt dhe do të marrë me vete të gjithë qelpsirat të cilat sistemi do t'i pastrojë për të shpëtuar sistemin. Ato hapen kur marrëdhënia e tyre ka mbaruar dhe dokumentet dalin dhe flasin kur njerëzit e përfshirë në ato dokumente nuk kanë më asnjë pikë vlere për sistemin. Pra janë jashtrorë. Ne si shqiptar çfarë duhet na shqetësojë realisht? Ne nuk duhet na shqetësojë një individ, as ai që tha gocat shqiptare i kanë kofshët e mira, as Lajçaku që i tha e Pshtenit pas ka edhe këtu mall të mirë këtu në Maltëzi. Shqipëria nuk ka nevojë për moralizëm, miq. Shqipëria ka nevojë për një elitë me dinjitet, të cilën e prodhon vetëm një popull dhe një kombë me dinjitet. Kemi nevojë për politikë dhe për elita politike që kanë kode vlerash që burojnë nga trashëgimia juaj kombëtare, dhe të cilët nuk blihen as me para dhe as nuk shantazhohet. Nëse nuk i gjeni dot ata, do të shtypeni si buburrecat, me lloj-lloj këpuce dhe me këpucën e lloj-lloj imorali. Për t'i vënë ka paksa historie, një shtet, miqtë e mi të dashur, nuk shkatërrohet kur e pushton armiku i jashtë. Një shtet shkatërrohet ashtu siç i ka ndodhur dhe siç po shkatërrohet Shqipëria. Kur elitat politike janë imorale kurvare dhe e kanë shitur veten. Dhe këtë shitje e quajnë diplomaci, siç bën shefi i këtij vendi. Ne nuk merremi me persona, merremi me fenomene, zhveshim mekanizmat, zhveshim lojën e tyre dhe këtë ndërsi të madhe. Kaq kishim për dosjet e Pshtenit. 2 minuta shkurt nga Irani, lindja e mesme është në
Dhe pse flasim për atje, ju kam thënë, nuk do ha minuta më, flasim sepse atje është e ardhmja e botës. E ardhmja e botës në kuptimin e konfliktit ardhshëm botror. Unë përjashtoj mundësinë që do të kemi një konflikt të madh, sepse kjo do ta nxirrte nga lumi, nga shtrati, konfliktin botror. Por situata në lindjen e mesme në këto momente është tejet kritike. Amerika vazhdon kërcënimet me ritmin më të lartë, ndërsa rusët, kinezët dhe Irani në vigjilje të përkujtimit të revolucionit islamik do të kryen një manovër ushtarake më të madhe në Oqeanin Indian dhe në afërsi të territorit. Avionët rusë dhe kinezë dhe raketat janë duke marshuar drejt Teheranit, kinezët dhe rusët, dhe amerikanët në minutat e fundit kanë bërë njoftime të paralajmërime se nuk duhet guxojnë të afrohen tek aeroplanmbajtësit amerikanë. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka patur një takim me ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan dhe Turqia po bën manovrat e saj të fundit për të arritur në një marrëveshje mes Trumpit dhe Iranit. A do të arrijmë në marrëveshje? Apo nga minuta në minutë do të shkojmë drejt shpërthimit të madh? Unë do t'ju mbajt e informuar me çdo detaj. Por ajo që po ndodh është diçka shumë e madhe dhe do të përcaktoj të ardhmen e botës. Iranianët janë të vetëdijshëm se e kanë jetë avdekje këtë përplasje. Dhe me sa duket e kanë marrë vendimin për të shkuar në një përplasje jetë avdekje. Sikurse janë të vetëdijshëm se çdo tolerim i tyre tek programi i armatimit dhe tek programet e tjera kanë vetëm një fund: zhdukjen e Iranit nga harta dhe të regjimit Ayatollah. Pse? Ata janë të vetëdijshëm se kur të shpërthej e madhja fare, as Irani, as Kina nuk do t'jenë aty. Do t'jenë vetë me shpatullat e veta, me raketat e veta, me ushtrinë e vetë. Po ja dolën, ja dalin. Nëse nuk ja dalin, do të rafshohen dhe do të vi Irani hyn në një fazë krejtësisht pa njohur. Në një luftë civile, kurd, arab, armen, taxhik, iranian, pers, arab, ahvaz, sunit, shiit, belush e kështu me radhë, ne shkojmë në skenar Afganistani apo në skenar Siri. Gjithçka lëviz me ritme të shpejta. Të gjithë janë duke folur për minutat dhe tik-taket e fundit në lindjen e mesme. Ngushtica e Ormuzit është mbyllur dhe një shpërthim i mundshëm atje do të thotë 1/5 e sasisë së naftës së botës do të bllokohet. Do të thotë ka për të shku çmimi i naftës në katastrofë. Dhe kjo do të shpartallojë zinxhirin e transportit, të ushqimeve, të prodhimit dhe përrjedhoj edhe supermarketin tënd dhe supermarketin tim. Loja është e madhe, kulisat janë më të mëdha se sa ajo që duket. Të shohim ku po shkojmë, por një gjë është e sigurt. Rendi i vjetër tashmë ka vdekur. Do të shkojmë drejt një bote të re. Ne jemi shqiptarë bashkë me Kosovën, bashkë me Iliridën, me Malin e Zi, me Malcin, me Luginën, me Çamrin, me Çarjan në diasporë. Nuk kemi ndonjë fuqi e madhe që të bëjmë gjeopolitik, as të prodhojmë gjeopolitik. Por ne duhet të kuptojmë imtësisht gjithçka që po ndodh në mënyrë që të ndihmojmë vetet të riformatojmë dhe të ristrukturojmë arkitekturën e personalitetit ton psikologjik, politik, kombëtar, në mënyrë që të dimë si të sillemi me ngjarjet dhe me zhvillimet në botën e re që po lind. E vjetra ka vdekur. Puseta e pështenjë do të hedhë në kosh shumë nga lojtarët e vjetër, siç do të hidhen shumë nga lojtarët e Tiranës në koshin e plehrave të historisë. Por kujdes, mund të shkojmë nga shiu në breshër, ndaj bëni kujdes, sepse
Tani është momenti i mashtrimit të madh, ku do tentohet mashtrimi i popullit tonë shqiptar, për t'i hutuar me ngjarje dhe zhvillime që do t'u serviren si prurje të reja, por që në thelb janë produkt i sistemit të vjetër që të mbijetoj me një fytyrë të re, ashtu siç po ndodh në të gjithë botën. Kaq për sot, pjesën tjetër të zhvillimeve, si gjithmonë, ato vijojnë në numrin e ardhshëm. Unë do t'ju mbaj të informuar, miq të dashur, për të gjitha zhvillimet, nëse ka zhvillime të shpejta në çdo orë dhe në çdo minutë, derisa të kemi zhvillime të tjera. Ju që nuk i keni bërë subscribe akoma kanalit, bëjni dhe çojeni atë pjesës tjetër të shqiptarëve që të informohen nëse mendoni se kanë vlerë për t'u informuar. Kaq për sot, pjesën tjetër do ta trajtojmë në vijim sipas zhvillimeve. Natë mirë.